Dasma midis Xhesit dhe Eglit është më jetë shkurtra e këtij formati, pasi nuk zgjati shumë, vetëm 24 orë, pati harmoni dhe dashuri midis tyre dhe mbrëm pati krisma. E gjitha nisi pasi Egli i bëri një masazh Xhesit, por ky fundi tha diçka që Eglit nuk i pëlqeu. Fillimisht ata të dy ishin në kuzhinë dhe le të themi Xhesi tha unë kam seriozisht me ty, unë mësova me ty, pra dua të jetoj me ty, por pastaj me sa duket nisi dhe krisma, ajo që bëri që dhe portale dhe në media dhe në emisionet të flitet gjëre gjatë në këto orë. Xhesi tha që ajo le të themi nuk e ka gjoksin e madhe, nuk ka se çfarë të nxjerri për të vazhduar, duke i thënë që as që ma ndje më për ty, jam bërë pishman që të kam njohur, i tha i Eglit, madje u kujdes që edhe Egli ta dëgjonte këtë 2 herë duke ja përsëritur. Po për mua ajo që nuk shkon në këtë situatë është që Egli kur është ballafaqua më përpara me këtë situatën e gjoksit, ka qeshur kur ka qenë në grup me disa banorë disa kohë më parë, por mbrëm vendosi të mos ta toleroj dhe të bëj një lloj, le të themi, sulmi dhe të vendos pikat mbi i. Por ajo çfarë Egli bëri këtë herë, le të themi, është që kalon në një agravim duke i thënë që ai është djali më i padukat që e ka njohur, por për mua gabimi i Eglit në këtë rihyrje të Big Brotherit qëndron në faktin që ajo nuk e ruajti dinjitetin apo nuk e ruajti atë Eglin e ftohtë që u fut brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe filloi sërish që të merrte me Xhesin, filloi sërish që le të themi t'ju jepte le të themi atmosferën që ai i krijonte, që ajo të ndihet mirë, por për mua gabimi i saj është që nuk qëndroi stoike. Aty fillon i gjithë problemi, pasi Xhesi shumë herë dhe 100 herë ja ka thënë që unë shijoj momentin të dy kalojmë kohë mirë bashkë, eja ta bëjmë këtë lojë së bashku dhe të mos shikojmë se çfarë do të bëjmë jashtë, por të lëmë kohës jashtë. Në situatën me gjoksin, Xhesi ja bëri të qartë që i kërkoi disa herë falje, por ishte Egli ajo që themi i vendosi pikat mbi i. Se çfarë bëri ajo, të gjithë e patën një kalvar të gjatë me ofendime dhe me sharje të rënda që me sa duket i kanë dhënë dhe fund, le të themi, lidhjes së tyre. Egli ja ktheu Xhesi duke thënë që i pëlqen shumë dhe i ka vendosur pikën mbi këtij muhabeti, por nëse mendoni se debati mbaroi, e keni gabim. Ajo reflektoi edhe që të mos e trashte gabimin, i tha me ironi që unë nuk do të lë, le të themi, që ti të më përdorësh apo të më japësh, le të themi, ndikime të këqija në këto 2 ditët e fundit që kanë mbetur në shtëpinë e Big Brotherit. Është një situatë që po shikoj edhe një lloj sulmi nëpër media, nëpër emisione, duke goditur Xhesin. Për mua duhet të ndalemi dhe të mos e marrim kaq shumë me ofëri të madhe, pasi të dy ata ndoshta e bëjnë dhe për lojë, ndoshta e bëjnë pasi të tjerë kanë pasur raportin që në fillim nuk kanë pasur një raport të shëndetshëm, por gjithmonë kanë pasur një raport më së shumti toksik, por për mua të dy e kanë treguar veten, le të themi, që Egli ka dashur që raporti i saj me Xhesin të jetë më i shëndetshëm dhe më i gjatë, me një të ardhmë më të ndritur. Xhesi nga ana tjetër i ka thënë disa herë brenda asaj shtëpie që unë nuk shikoj për te kësaj shtëpie me ty, unë shikoj çfarë po jetoj momentin dhe ja lëm kohës. Por për mua ky reagim i Eglit ndoshta është ndikuar dhe nga opinionistët, pasi le të themi u tregua shumë kryenetçe duke i thënë që unë nuk ta mbaj më lojë, nuk dua të shëm në krevatin tim, u largo me lër të qetë. Nuk e di se sa le të themi i shëndetshme është për vetë Eglin kjo situatë që ajo kalon, pasi nga ajo shtëpi, le të themi, ajo doli e shpërfituar, edhe këtë pak a shumë ja la fajin Xhesit dhe djenjës që nuk mori nga ai. Por më pas ata ku shkuan tek dhoma e rrëfimit, ku shkuan tek dhoma e fjetjes, i pam që u përqafuan ose le të themi patën një lloj reflektimi, por sërish sot në mëngjes pati debate të agravuara midis tyre, ku fut edhe Rozana duke i përmendur dasmën, e Xhesi në fakt ja sqaroi që ajo dasmë është tradicionale, nuk është një dasëm në kushtet e jetës përjashta që ti e bën me personin që dashuron dhe e bën me personin që do të krijosh lidhjen.
një situatë e cila le të themi është e çuditshme se si shpërtheu në një moment që për mua mund të ishte mbyllur në atë pikë, por me sa duket dramat në atë shtëpi ndoshta kanë ardhur edhe me ndonjë sinjal nga produksioni, pasi kemi parë shtëpinë shumë në gjumë në këto ditët e fundit, po post dasmës edhe daljes që bën le të themi finalistët me makinë në Tiranë, nuk ka pasur asnjë lloj aktiviteti brenda shtëpisë, edhe një shtëpi aq të madhe duhet le të themi një lloj loje ose duhet një lloj zgjimi i banorëve për të dhënë atë që duhet edhe jep ky format, drama dhe materiale për audiencën që e lidh dhe le të themi e bën këtë spektakël më të komentuar, pasi nëse nuk do të kemi situata, nuk do të kemi edhe çfarë të komentojmë. Nga ana tjetër për mua, kjo situatë nuk i shkon në favor askujt.